Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë videon e radhës. Dua të ndaloj tek një moment që unë e bëra publike, ashtu si vetë në fakt e ka bërë publike Brikena natën e mbrëmshme, një fotografi me vjerën e saj, me nënën e Mateos, të cilën e kishte takuar ditën e djeshme në një udhëtim që ka bërë me Mateon drejt Elbasanit, pasi që prindërit e Mateos jetojnë në Elbasan, dhe Brikena ditën e djeshme nga Tirana, së bashku me një buket me lule në shenjë respekti për këtë grua, ka udhëtuar drejt qytetit të Elbasanit dhe për herë të parë ka qenë pjesë e familjes së Mateos, do me thënë ka qenë pjesë e shtëpisë. Tani, dashuria Mateos edhe Brikenës është zyrtarizuar në një farë mënyre, sepse në shenjë respekti dhe që Brikena të ndjehet e privilegjuar, të ndjehet e lumtur, familja Mateos kanë bërë një lëvizje duke i dërguar një unaz Brikenës që Brikena e kishte në gisht nga ana e familjes, do me thënë në këtë rast, babai, nëna edhe motra e Mateos kanë patur dëshirën edhe qefin ta respektojnë Brikenën. Por nga ana tjetër, dhe Mateo nuk ka mbetur me unazën të cilën e morën vetëm në Big Brother, por ai ka patur dëshirën edhe qefin që t'ja plotësoj dëshirën Brikenës dhe t'i dhuroj një dhurat edhe një unaz shpirtërore ashtu siç Mateo e ka ndjerë në formë shpirtërore, do të thënë shpirtërisht, siç e ka ndjerë këtë gjë. Dhe kjo gjëja pati një vëmendje të jashtëzakonshme në një live kur Brikena nxori dorën dhe tregonte unazat. Por në edicionin e parë të She's on Top, Brikena tregoi në mënyrë të detajuar se si kanë ardhur këto unaza dhe se si kanë rrjedhur këto respekte. Tani dua pak të ndaloj tek çifti Briteo. Brikena ditën e djeshme nuk e bëri këtë fotografin me vjerën e saj, sepse po shoh ca komente të shpifura që të merrte pik në rrjetet sociale dhe të merrte një lëvdata nga njerëzit. Unë nuk e shoh të tillë. Unë e shoh që Brikena është rritur në një familje shumë tradicionale, do me thënë ajo ka shumë raporte me tezet e saj, me xhaxhallarët e saj, me hallat, me dajat, me thënë është rritur me atë dashurinë që familja është gjithçka. Dhe nuk e shoh Brikenën, edhe pse është personazh publik, që këto raportet të tilla i bën vetëm për klikime dhe i bën vetëm për t'i hedhur foto në Instagram, ashtu siç në fakt janë munduar ta komentojnë disa njerëz negativ, të cilët mundohen që të prishin momente të bukura, momente të vlefshme që gëzojnë familjet shqiptare. Unë e shoh një respekt jashtëzakonshëm që Brikena konsideron për familjen e Mateos, e shoh një dashuri shpirtërore që ka për vjerën e saj, sepse edhe në takimin e parë, do me thënë që e pam vjerën dhe Brikenën, pam një vjerë e cila nuk ishte natyrë që përziheshte në jetën e çiftit apo merrte vendimet ajo. Dhe pikërisht unë mendoj që qetësia shpirtërore që Mateo dhe Brikena kanë krijuar me njëri tjetrin dhe respektin që ka Mateo për familjen e Brikenës dhe respektin që ka Brikena për familjen e Mateos, e ka bërë që Brikena të ketë një respekt të veçantë për vjerën e saj dhe ta konsideroj si një moment shumë të bukur në jetën e tyre, këtë takimin e tyre të parë në fakt në shtëpinë ku Brikena në një të ardhme shumë të shpejt, do të bëhet nuse. Tani nga informacionet që kam unë e di që Brikena ka darkuar, ka qenë një darkë shumë e bukur, një darkë tradicionale, një darkë familjare, e cila ka ndodhur në ambientet e shtëpisë, ku kanë kaluar momente të bukura, ku janë kënaqur, ku Brikena ka takuar dhe ka patur mundësinë të njeh pak edhe më shumë babain e Mateos, nënën e Mateos, të kaluarën e tyre, jetën e tyre, në çfarë ambientesh jetojnë, do me thënë të afrohet edhe pak më shumë rreth kësaj familje fantastike. Dhe në qoftë se Brikena ditën e djeshme bëri një akt që unë e quaj një akt mirënjohje dhe e quaj duhet të jetë një shembull nga të tjerët të cilët duhet ta ndjekin një nusen që poston dhe vlerëson vjerën e saj në këtë dimension për t'i qëndruar pranë, për t'i dhënë atë dashurinë dhe respektin
njeriut të saj të zemrës, do me thënë nuses së saj. Dhe pikërisht unë e shoh një briken që vërtet ditë jap momente të bukura, ditë bëj momente të bukura tek vjera e saj. Mua nuk mu duk diçka e bërë për Instagram, ashtu si të tjerët në fakt e komentojnë, por mu duk diçka shpirtërore që brikena e ndjente ta bën. Do t'ishte më e bukura për mendimin tim që të postoheshin fotografi edhe nga momenti i darkës i takimit, por rëndësi ka që çifti ka shijuar momentet dhe marrëdhëniet i kanë shumë të mira. Nga informacioni që kam unë, do me thënë familja e Mateos e duan shumë brikenën, e respektojnë shumë brikenën dhe vërtet e kanë në shpirt sepse te kjo vajza kanë parë disa vlera që realisht në përditshmëri nuk i gjen tek njerëzit e tjerë, sepse janë këto që ne po i përjetojmë, do të thënë këto inate, këto mlefe, këto xhelozira, këto pisliqe që njerëzit kanë kundër drejt njëri tjetrit, që do të thënë i shohin gjërat me lup të vogël që i komentojnë njerëz zakonisht keq, unë i shoh si gjëra shumë të bukura dhe e vlerësoj momentin që ka bërë Brikena dhe uroj me zemër që të shkon gjithmonë kështu.